Nga sot, kolegu im, ish ministri i infrastrukturës dhe mjedisit në qeverinë e Kosovës, Libur Aliu, do drejtoj portin e Durrësit. Por jo vetëm portin e Durrësit, do drejtoj edhe kantierin për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano, që nuk është porti i Shqipërisë vetëm, po është porti i gjithë shqiptarëve. Porti që do të jetë i lidhur me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Jam shumë i nderuar që do të kemë një përgjegjësi të madhe e që më është besuar këtë përgjegjësi që të zhvillojmë bashkë portin e Durrësit, portin e Porto Romano dhe bëjmë lidhjet me gjithë rajonin. Lidhja mes Kosovës dhe Shqipërisë do të sjellë zhvillime të reja, do të sjellë mundësi edhe për zhvillim ekonomik e pashtu dhe për siguri për gjithë rajonin. Ndërkohë që unë jam shumë e lumtur dhe shumë e emocionuar që një koleg i mirë, të cilin e njoh se sa profesionist është dhe sa i dedikuar në punën e tij dhe mbi të gjitha në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarinë.